Tensionet në aeroportin e Vlorës vijuan edhe këtë të martë. Në hyrjen kryesore të kantierit u vendosën disa kamion me logon e Dya Group, duke bllokuar hyrjen e punonjësve dhe mjeteve të kompanisë Mapgo. Një prej kamionëve ishte pa targa, ndërsa të gjitha mjetet mbanin logon e kompanisë në pronësi të Valon Ademit. Situata ka krijuar sërish tension mes palëve në konflikt, ndërsa në zonë janë angazhuar forcat të policisë për të monitoruar zhvillimet dhe për të shmangur përshkallëzimin e situatës. Konflikti mes Mapgo dhe Dya Group për kontrollin dhe administrimin e aeroportit ka prodhuar prej një javësh përplasje të vazhdueshme, duke ndikuar edhe në ensurinë e punimeve në aeroport. Bllokimi i hyrjes me kamion vjen në vazhdën e tensioneve të përsëritura mes dy kompanive. Por edhe pse të gjitha hyrjet e kantierit të aeroportit të Vlorës vijonin të ishin të bllokuara me kamionët e Dya Group, nën kontraktorët dhe firmat e tjera që po kryenin punimet në terminal, kanë arritur që rreth orës 11:30 të kësaj të marte të hyjnë në ambientet e brendshme të terminalit për të vijuar dhe përfunduar punimet e mbetura. Aty që shet men, Rahimi. Asnjë njeri aty s'du me po. Ose unë i nxjerr jashtë. Besar, unë i nxjerr jashtë. Asnjë aty jo, kërrej në terminal. Ndërkohë, lidhur me situatën ka reaguar edhe Selim Pacolli, vllai i presidentit të kompanisë Mapgo, i cili është shprehur se nuk dëshiron asnjë konflikt dhe se qëllimi vetëm është që puna në aeroport të vijojë në qetësi deri në përfundimin e projektit. Vllai, nuk është qëllimi i ynë që të bëjmë konflikte me asnjë njeri, me asnjë entitet ekonomik apo ligjor apo të shtetit. Ne jemi këtu për të mbaruar punë dhe ne pritem sot deri në këtë moment, si shihet gjendja këtu, është e bllokuar tani më jo nga vija. Hyrjet dhe aksesi në terminal është ose në kantier është i bllokuar nga partneri ynë që është 2A Group. Fadromat e tij janë në të gjitha hyrjet në kantier janë bllokuar, arsyeën ata i din. Ne gradualisht në mënyrë të qetë, heshtazi u futëm mranda në prezencën e policisë dhe në prezencën e sigurimit fizik. Jemi njerëz bashkësor, njerëz që duan punën dhe njerëz të cilët duan të kryejnë detyrimet e tona kontraktuale që ky aeroport duhet të merr epilogën e duhur. Që duhet t'ju kthehet qytetarëve të Shqipërisë. Ajo është më esencialja. Nuk jemi kompani e cila fillojnë punime dhe lëm anash ose e braktisëm. Ne jemi ata të cilët fillojnë punimet, i mbarojnë punimet dhe e dorëzojmë punimin tonë në destinacion. Nuk besoj që ky epilog do të zgjasë, do shta edhe në ditën e vim, mirë po ne do të vazhdojmë punimet përderi aq sa ne nuk do të pengohemi fizikisht. Operatorët e tanë që janë afër 180 deri në 200 persona, të cilët në mënyrë të ndryshme në bazë të kërkesave të tyre të arrisin ose ulin fuqinë punëtore. Mirë po, mesatari është diku rreth 200 punëtorë të cilët punojnë çdo ditë në kantier. Gjejshmi bashkë aty, e pam gjendjen si është, e pam situata si është dhe unë besoj që për një afat shumë të shkurtër, prapë po tensoj, jo më gjatë se 30 vjet, nuk besoj që neve në vitin 30 vjet të risistemojmë gjërat andej dhe të mbarojmë punimet tona të cilat neve na përkasin me kontratë. Mirë po, prapë e them edhe një herë, e potencoj dhe bëj thirrje ortakut ton që të merr arsyen dhe të kthehet në punë, të respektoj punimet e veta, të respektoj kontratën e vet, të mbaron punimet andej se në këtë ritëm ato punime nuk mbarojnë edhe 6 muaj. Reagoi edhe biznesmeni Bexhet Pacolli nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale. Sipas tij, grupet kriminale prap kanë bllokuar aksesin në aeroportin e Vlorës, ku Mapgo ka investuar rreth 310 milionë euro. Apelojmë te SPAK që të fillojnë hetimet e thella, thot Pacolli. Nuk është çështje konflikti, por është çështje me e thellë, thekson ai. A është krim bllokimi i aktivitetit të ligjshëm me rojet private, mjete të rënda dhe vetgjyhtësi? Nëse po, pse nuk vepron askush? Nëse secili në këtë vend mund të marrë disa roje private, të bllokoj hyrje daljet, të pengoj zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe të imponoj vullnetin e tij me forcë, atëherë jetojmë në Republikën e Shqipërisë apo në Republikën e rojeve private? Çfarë roli ka rojet private në këtë vend? Si është e mundur që një kompani private të vendosë se kush hyn dhe kush nuk hyn në kantier, pavarësisht vendimeve të asamblesë së ortakëve, pavarësisht vendimeve të gjykatës së lartë dhe pavarësisht kërkesave të institucioneve shtetërore? Si është e mundur që një kompani sigurie private të bllokojë fizikisht hyrjen në një aset strategjik kombëtar dhe askush të mos mbajë përgjegjësi, thot ndër të tjera Pacolli.